Zgjedhja e finalistes dhe avantazhi që ju dha Rozana Radit ka shkaktuar debate të shumta në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Gjesti është shprehur i zgënjur dhe i mërzitur me rrjedhën e lojës dhe vendimet e fundit, duke paralajmëruar se është pranë largimit të tij. Gjatë ditës në një debat me Gertën, ai është shprehur se me Loredanën e Jozin me më krahasu mua nuk dua, sepse kam bërë shumë në këtë shtëpi. Nëse ndodh ajo që mendoj unë, të martën dal nga shtëpia. Ai foli për një ndjesi të fortë, të brendshme, një parandjenjë që sipas tij paralajmëron fundin e rrugtimit të tij në këtë format. A do të qëndrojë në lojë apo të martën do të largohet vërtet? Mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.